kemi bërë një praktician me rreth 200 nënshkrimet të prindërve të shkollës Asim Vokshi, që kemi shpreh paknaqësinë tonë për transferin që është bërë fëmijëve tonë prej shkollës Asim Vokshi në shkollën Zenel Ajdini. Shqetësimi jon kryesor është distanca e madhe edhe siguria. Para disa ditësh është bërë një aksident, është aksidentuar një fëmijë shkep prej kerrit. Nuk janë plotësuar kushtet për mësim tërditor, edhe mësimi tërditor nuk ka filluar. Atëherë është dita e tretë që po mbledhni sot duke protestuar paçësisht edhe të kërku për ankesat e juaja që e keni pas lidhur me fëmijët edhe ndrrimin e shkollës. A keni marrë ndonjë përgjigje? A jeni ankuar ndërkohë? Jo, na fillimisht e kemi sekë edhe më herët, që kemi bërë një praktician me rreth 200 nënshkrimet të prindërve të shkollës Asim Vokshi, që kemi shpreh paknaqësinë tonë për transferin që është bërë fëmijëve tonë prej shkollës Asim Vokshi në shkollën Zenel Ajdini, me premtimin që komo mbajt mësimi tërditor për shkak të pamundësisë ata që e dinë buxhetit të kafanave tjera nuk janë plotësuar kushtet për mësim tërditor, edhe mësimi tërditor nuk ka filluar. Na si shqetësim kryesore kemi shpreh pasigurinë e fëmijëve tonë, megjithse sipas decentralizimit të shkollave o dasht neve më na lajmëru, edhe mu konsultu me neve për me marrë një vendim përbashkët. Kjo gjë nuk ka ndodhur, nuk na ka konsultu askush, edhe se kanë marrë vendimin tonë. Na jemi dalë me kërku kthimin e fëmijëve tonë në shkollën Asim Vokshi për arsye të sigurisë, që nuk ka siguri. Fëmijët tonë ka përcjellë në rrugën kryesore atje pothuajse magjistrale, që është shumë e frekuentuar. Edhe kjo pjesa kënej ka të vinë është rruga shumë e ngarkuar, shumë e frekuentuar, nuk është rrugë e thjeshtë e lagjës një rrugic, por është rrugë që kalojnë autobusat, shumë automjete të mëdha që për fëmijët prej moshës 5 vjeçare që fillojnë parashkollor deri në moshën diku rreth 12 vjeçare është rrugë shumë e rrezikshme. Shqetësimi jon kryesor është distanca e madhe edhe siguria. Pasi që rruga cilën e përshkruajnë fëmijët është e ndome përmes magjistrales Prishtinë PDJ-ve, e cila është rruga ose magjistralja më e ngarkuar në Prishtinë. Kështu që është shqetësim shumë i madh për ne. Nëse nuk bëhet zgjedhje me i kthy fëmijët tonë në Asim Vokshi, atëherë kemi me pas probleme, pasi që edhe para disa ditësh është bërë një aksident, është aksidentuar një fëmijë shkep prej kerrit dhe në të ardhmen e kemi problem dhe kemi shqetësim shumë të madh. Shëndetve, gjithashtu gjitha u thamë të kolegëve, prindve, edhe unë e kam shqetësim sepse duhet me dalë nga puna, me ardhë me marrë fëmijën, ose me detyru thjesht ditën me ardhë me marrë, na ka ndrodhur dhe neve jeta komplet. E kam mamin pensionera, ajo shumë e vjetër për me marrë fëmijën, nuk e di a mund arrin deri këto, do të mi kalu disa rrugën kryesore, disa rrugë do më thonë deri për me ardhë deri këto, shumë problem. Është shqetësim jashtëzakonisht i madh për neve, si familje. Kështu që atje ka qenë shumë afër, nuk e di pse më ardh këto. Na ka mujt fëmia me shkollë, më ardh vetë shkollë. Këto nuk guxoj me lëmë më ardh vetë, është shumë e vogël. Kisha lutë të gjithë të mos politizohet, sepse fëmijët tonë janë mbi politike. Siguria e fëmijëve tonë është mbi fushatë, mbi të gjitha. Nuk jemi dalë këtu as me përkrah kërkan, as me dëmtu kërkan. Jemi dalë për paknaqësinë që po na i ka nosur rreziku fëmijëve tonë.